në fshatin Dubrava, komunën e Ferizajt. Sa antarë të familjes jeni? Jemi 6 antarë të familjes. Me kanë jeton? Jetoj me grua, me fëmijë, po për momentin jetoj te baba deri me tani, kom jetu me qiro, jam rast social. Po tash, me thonë në realitet, nuk po muja dal me qiro, se një djole kam pa qef, domethënë me hynalim që e përdori çdo 2 ditë thuja, me vrënitis, edhe kështu që jam detyru me orë te baba. Flen dikun 16 antarë me një dhomë. A merrni social? Po jam rast social, i marrë 170 euro social. Sa po ja dilni? Vallaj, me thonë mirë se ju, vallaj, 170 euro. Me qatë djallë gati në për mjekë më shkoj. Çdo 2 ditë të mjeku në spital. Ska. E keni nisë shtëpinë? Po, kam nisë që 2 vjetë shtëpinë e kam nisë. Më ka nimu pak shoshnia. Edhe ata nuk janë punus të rregullt, po janë rast social edhe ata. Shka kanë mujtë më nimu ka pak shto, pak vetë. Edhe te qëto kom rrinë ma shumë s'po muj. Qka ka metë hala pa u krynë në shtëpi? Ballë kanë metë, deri ne këna një spite melit e Nzida është. Dhe ma në vynë dyrë, dritare, më lyje, kolëm kësi sene s'ka kërgjo. Dhe Nzida vishë dhe më thonë është, pite melit e Nzida. Cila është thirrja për krejt ata që mujnë me të ndihmu? Kush mundet me ndihmu, Allah e rujtë, Allah e vëdo është gjithë. Deri këtu kom rri, po ma shumë nuk po muj. Rast social, i pa punë, edhe beta në kajpi midisi, jam i smut, nuk po muja dal. Dhe këto kom mujt, pak shoshninja, pak vetë, ma shumë nuk po muj. Dhe i tash, tash po jetani për momentin jeni në shtëpi me babën, me vllazën e tjera. Po. Sa ka hapësirë kjo shtëpi edhe sa jeni për momentin bashkë? Për momentin jemi bashkë dikun 18 antarë. Sa dhoma i ka kjo shtëpi? 2 dhoma i ka. 2 dhoma, korridor, një banjo. Sa është e vështirë kështu me jetu? Shumë, sa dush. Nuk më nëshme marrë me nëse e vështirë. Për pastrëm, për këtë sanat, për çdo san. A u konë dikush mi vizitu di tash? Jo, nuk ka konë. Këna bo kërkesa, pas së bo me ardhë. Çka ju kanë thonë? Vim, gjatë kohës, dhe më thonë gjithmonë në kanë thonë që vim, po këna prej deri tash. A keni mend që dikush ka me dalë mi vizitu? Besoj që po pa ardhar, shme thonë nuk është e besueshme deri sa ta shoh. Nësi vetë nuk po moj tash, s'po di që me tregu. Po shumë këto që ka plastika, gjana tjera, me çka merresh më konkretisht Ardian? Me konta, lemenka, plastika, qëtu i qaj shes, çka me bëm? 12 kila. Për 50 kila du mi mbledh baki një obdet i bëj, tesa ti mbledhej. Qështu? Ku i mbledhni më shumë? Po lojnë për Bardogje, po tash edhe Bardogje të kanë zonë bilargu. S'ka, me një bicikl dal. Çka me bëm? A punon dikush tjetër prej familjes? Jo. Babën e kam të smut, vetë qështu, shatë mujno. A ke këqyrë për afërsisht, sa mundet me kushtu me hi në kulm kjo shtëpi? Jo, nuk kom këshyrë. Se me ta thonë në realitet që e kom vetë do mirë se më kanë thonë që nuk mund ja del, se kushton. Për një kolë me qitë kushton. Që më kanë thonë mjeshtrit. Më kanë thonë që kushton edhe për atë arsye s'kom këshyrë, s'kom pas me të mjatë. A ke këshyrë dikun me punu kështu? Po, jem ka një 2 vanat punus. Dhe më në tha që anë ka i për midisi. Më ka dhe më në 2 ditë me qurë, nuk u kom peshe modhe, po kur është njëri me dhimë të në kanë, është diçka tjetër. Edhe në momentin që dhe më në kom isë punës 2 ditë, më ka po që nuk po mojtë. Edhe më kanë lërgu, më ka thonë vje shumë keqë, po nuk mujna me të mojtë kështu. Se në momentin që s'ka mujtë me po në mojtë. A u konë kështu në shoqatë humanitare mi vizitu? Jo, nuk u konë. A keni bo thirrje një? Këna bo thirrje, në kanë thonë gjatë kohës, dhe më normal, që jep kërinë, dhe më thonë që 2 vjetë ke punë është. Jo, kështë se konë alo.